Përshëndetje, mirë se erdhe në një tjetër video në kanalin tim. Sot kemi një rrugë shumë të gjatë për të bërë dhe do kemi shumë pauza ndërmjet. Atëherë kemi filluar udhëtimin ton nga Pogradeci dhe ndalesa e parë do t'jetë në Korçë. Sot jemi me Shtefanin dhe me vjerën time, Juta. Halo. Përshëndetje, mirë dita. Mirë dita. Mirë dita. Dhe do t'i tregojmë vjerës pjesën jugore të Shqipërisë, që është Saranda, Gjirokastra, Putrinti edhe shumë ndalesa të tjera që ne do bëjmë. Nuk po ja u zbuloj të gjitha që tani, që të jeni pak kurioz. Kështu që ndalesa e parë në Korçë, pazarin e vjetër duhet ta shikojnë patjetër të gjithë që vinë nga familja jonë. Kështu që do të marrim përshtypjen e vjerës sapo të ketë parë pak Korçën, se Pogradecin e dashuroj, por në Pogradecin nuk filmova sepse jo përkushtova më shumë familjes. Ishim vetëm një ditë, kështu që desha vërtet që ta shijonim bashkë. Okej, jeni kurioz të dini se çfarë mendon një gjermane për Shqipërinë? Ndiqeni videon deri në fund. Sapo kemi ardhur te pazari vjetër. Tani do shikojmë. Also, dann zeige ich dir. Das hier sind alle alte Gebäude von der Stadt. Hier war ein Bazar. Deswegen alte Bazar heißt das Ganze. Und das hier ist eine sehr gute Repräsentant von einer Wohnung, wie damals die Wohnung war. Dann kurz reingehen, weil das da ist. Mama, gut? Tippelchen? Gut? Sehr schön. Albanisch. Aber man kann vorstellen, dass man so kleine Türen rein, weil wir auch rein aufschlagen. Gjithmonë e njëjta bukuri, më pëlqen gjithmonë njësoj. Do pim apo do ham? Unë dua të pi diçka. Në diell apo në hije? Në diell. Okay. In die Sonne, oder? Ja. Hajde Zema, Ole. Cvjeti durch. Ha. Çfarë po pim? Çfarë ha? Shumë diell, nuk shikoj asgjë. Musi janë. Tani ketë një interviste mit Mami. Mama, was gefällt dir an Albanien bis jetzt am besten? Çfarë ti pëlqen më shumë? Ich kann das übersetzen. Was mir am besten gefällt, kann ich gar nicht sagen. Mir gefällt vieles sehr gut. Mir gefallen die Menschen. Ich finde die Menschen sehr freundlich. Ich fand Bukarest den Hammer, mit dem Ausblick, mit dem See, wo wir essen waren, fand ich wunderschön. Es ist schön grün.
teilweise, so wie hier zum Beispiel, würde ich das auch so ein bisschen urig bezeichnen. Es gibt wirklich vieles. Und das Hotel war sehr gut. Und Das Essen wir ist haben sehr noch gut. nicht alles gesehen. Wir fangen erst an. Ja. Bukurimet e Krishtlindjeve akoma këtu. Wo wir gerade was getrunken haben. Ja. Sa po larguam nga Korça na dha një shije shumë të mirë, e shijuam kafen, biseduam, edhe patjetër që Korça është gjithmonë një vend që duhet të ndaloni, besoj të gjithë ju që i ndiqni videot e mia, mbase edhe keni qenë. Nëse jo, bëjeni një xhiro se ja vlen vërtet. Tani, ndalesa tjetër, normalisht që qëllimi është Saranda, por rrugës do kalojmë te Pelenën, do kalojmë Përmetin dhe do bëjmë një ndalesë mbase në Këlqyer. Gjithsesi, nëse do kemi gjëra të reja rrugës, unë do t'ja tregoj. Deri tani, udhëtimi ka shkuar shumë mirë, unë nuk e kam bërë kurrë këtë rrugën nga Pogradeci për në Sarandë, kështu që edhe për mua është diçka e re. Stefan, si ndihesh? Unë shumë mirë. Kemi... sorry. Një kështu liçen i vogël. Rruga është e re, por eksperiencë është veçantë. Po me motor zema? Me motor është një... Ëndër. To je vera cool. Rrugës për në Gjirokastër, pam një resort shumë të bukur me një liçen, kështu që vendosëm të ndalojmë këtu. Resorti quhet Mezini, edhe që nga shumë i bukur, kështu që do ndalojmë të pimë diçka dhe që nga dhe një liçen. Nëse nuk do bjershim, mbase bëjmë dhe një shëtitje të vogël. Ja t'ja tregoj. Do me thënë, këtu gjetëm një parajs të vogël në mes të asgjës. Një liçen shumë i bukur. Nuk e kam iden se si quhet, mbase do ta shikoj në hartë. Këtu kemi tavolina jashtë në natyrë,
Këtu kemi për të shtrirë dhe mbase për të bërë pak plazh, pa çka se këtu ka gura. Shumë bukur. Kemi dhe mund të marrësh nga këto barkat e ujit. Këtu është një kamin që mbase ndizet në dimër dhe rezorti është vërtet shumë i bukur dhe foto dhe video pafund. Sa pik? 10 nga 10, perfekt apo jo? Po ta ston video. Shumë bukur. Shumë bukur. Tani do ikim. Do ikim dhe jemi rrugës për në Përmet. Përmeti duhet të zgjasë dhe 1 orë pak dhe pastaj duhet të jemi aty. Në Përmet, jo në Saran. Në Saran kemi akoma rrugë. Luar pak në një pamje fantastike. Këtu tek lumi Vjosës, shikoni sa bukur, parajs. Dhe lumi është kaq i bukur, o zot. Nuk e di. Sot po zbulojmë një pjesë të Shqipërisë që nuk e dinim që ekzistonte. Shumë e bukur. Alesa e radhës është në Këlcyr, te këto restorantet me ujvar. Këlcyra ishte një qytet shumë i lezetshëm, Përmeti nuk e pam shumë, po Këlcyra duke shumë e bukur, edhe këtu kjo location-i këtu duket shumë i bukur. Edhe do shikojmë se ku do ulemi për të pirë një kafe. Është një urë që mund të ecësh me makinë, mirë po mua nuk ma mban. Që e parkua makinën këtu edhe po shkojmë në këmbë deri aty. O, sa bukur. Ja t'ja tregoj dhe juve. Shikoni. A sa bukur. A nuk është panoramike kjo, komplet poetike. Të ulem këtu edhe të shkruaj 10 poezi njerë, shumë pamje bukur. Që nuk kemi dhe diell, imagjino t'ishte diell, fantastike, e adhuroj. Ha, shpjego Zema, ku jemi? Ne tani jemi tek në ujvarat e Këlcyrës, tek gruka e Këlcyrës, edhe jemi ullur në restorantin që quhet River. Ne vetëm do pim diçka, se për të ngrënë hëngrën diçka të vogël atje tek ai restoranti bukur pak më përpara. Dhe qenë ka këtu një parajs e vogël po ashtu, sepse nuk ka diell dhe prap duket shumë bukur. Dhe të gjitha këto burimet që vinë nga mali kthehen si një ujvar e vogël, edhe kjo zhurma e liçenit do thoja, e lumit që gjithkohës është shumë qetësuese. Shumë bukur. Ja vlen që kemi bërë këtu udhëtim, vërtet është i gjatë, vërtet është i vështirë dhe me shumë ktesa, po kemi parë shumë natyrë të bukur.
Ndalesa e fundit tani është në Sarand. Pam shumë vende të bukura rrugës. Normalisht që rruga është pak e gjatë dhe duhet të bëni ndalesa, sidomos në rastin tim që jam shtatzane dhe duhet të shkoj shumë shpesh në tualet. Por shumë e bukur. Shpresojmë tani që së shpejti të shkojmë në autostradë se pam kaq shumë dhe kaq shumë kthesa sa do ishte mirë që të ecnim pak drejt. Kështu që mirupafshim, këlqyra ishte shumë e bukur. Dhe besoj, unë dhe Shtefani do ta vizitojmë prap, sepse në përmet kishte edhe shumë mundësi për të bërë ecje në lumin Vjos me kajak. Pamje fantastike, kështu që ne do vim prap këtu, mbase për një fundjavë. Kështu që mirë që e pam shpejt e shpejt, nuk ju futëm përmetit thellë e thellë në mënyrë që të kemi mundësi ta shikojmë bashkë të dy në një moment të dytë. Mirë se erdhët ku? Në Sarand. Sarand. Ky është hoteli jonë dhe deti. E kemi shumë afër detit dhe pedonales. Që me zi po pres që ta shikojmë se si do jetë hoteli. Ne jemi pak të lodhur, por ja dolëm. Ja sa mirë kur je shtatzën, nuk mban asnjë çantë. Sa bukur. Wow. Ky po që është hotel. Shikoni tualetin. Shumë nice. Dhe të shikojmë balkonin. Në foto në fakt duke më kështu. Pa. Shumë bukur. Me like. Dhe ja ku kemi dhe pedonalen që kemi plot me restorante se po na gryen barku për të ngrënë. Më pëlqen. Hallo. Sa e bukur dhe dollapi robave, frigoriferi. Më pëlqen. Sa po u bëm pak freskët, u përgatitëm, u ula vetëm 5 minuta dhe tani do dalim që të ham, sepse jemi shumë të uritur dhe shumë të etur. Duam vetë të pim dhe të ham. Duke që se unë kisha pak ftohtë, unë vesha këtë jumpsuit-in e zi, është me krahë të gjata dhe vesha edhe këtë jaketën dhe Shtefani ma la hapur këtu. Po e mbyll pak. Sepse është dekolteja e bukur. Gjithsesi gati jemi. Marrim bjerën dhe shkojmë të ham. Shikoni, mashallah. Shkojmë të ham. Ku është të malli jotë? Kanë të dajnë mu të antë. Ja, kështu të kemi. Vajzat, ku jemi? Sarand. Tani do shkojmë të ham. Es ist schön hier.